Familja mbetet për kraja e tij, edhe pse gjeneratat e reja, siç tha ai, këtë veprimtari po e braktisin dita e ditës. Fëmija po më nimojnë, po thojnë bab, mi paku se shumë se na dhe më shku në shkollë. E kam pasi nuk ka lavërdi dhe për kësaj punë. Po ju personalisht, e mendoni që ka lavërdi prej bashkë? Unë për veti nuk e lipi ma mirë. Unë jam konë edhe në Evropë. Ku ke qenë në Evropë? Jam konë në Evropë, unë e pi 20 vjetë kom najtë në për Evropë. Cilat vende në Evropë? Në Gjermani, jam konë në Zvicër, jam konë në Çeki, gjithë ka jam konë. Çka ke bo atje, ke punu? Atje kom punu edhe kom ble qita tokë qëtu, e kom arru qëtë shpi, kom marrë në 2007-ën. Cila ka qenë puna jote atje? Atje kem punu me armatur, armiraq, i thojnë, me lidh heker. Edhe kom shu, si më shku më kur. Edhe më ma pronë, që ta shqito në qendë nuk shkaj. Po pse, ka të shumë e do vendlindjen? E do vendlindjen edhe nuk ka, aj bisë më punu punë kësia, se pare tash nuk ka atje. 2.000 euro roga, 700 euro banes, merë bukë në punë, nuk ka pare. Nuk është thuj sa ajo një jetë, edhe më qunë 5 ora për të ditë, me morë bukën në kese me salom, nuk ja vlen. Këtu qona në 6 ora, ku të botë 8 i kry, i pastrona dani sëgë, rri me shëshni, bojnë muhabet në rrim me qësi përmersh. Këtu është për mu, po djali jam nuk rrinë. Djali madhë si ta shë ka morë vizë në shku për Gjermani. E jo vetëm ditë bukura, ishin ato për Fazliun. Në një periudhë të jetës së tij, ai ishte shumë pranë edhe vdekjes, shkas një incident që i kishte ndodhur. Na përparan, Qa ka ndodhur? përparan na shkëshin bjeshk. Edhe më shku me lëpë bjeshk atje, edhe kom prej një lesë. Me lëshu dhe në muhitës tone, edhe mi kanë zonë 2 kontë. Në 2007 majtën. Edhe marë pejt bjeshke me një gjallë, e nërë në gjysë rrugën pa morë dima shpejte për Prishtinë, kom najtë Prishtinë 3 mujtë ditë, edhe nuk pata shërem edhe i ka shkoha për Turki, edhe Turkia mi lakom të mija e den që gjendje. Jënë pak dhim, po qysh jëm konë, jëm dukat. Se në Prishtinë mu kanë kalpë kontë. 3 mujtë ditë më kanë majtë në Prishtinë, jetë shnoshim, nisi mu marrë dhera. Edhe shkova në Turki, elhamdulillah për Zotit, edhe shkova atje, tash mirë jam. Nuk o kesh, ka pak dhim tjenë, po mirë. Për traktojnë e grahi, plenja u qeslove, tash për mu martu nuk jam. Mu pakon e ri, kisha pas qef, mis mi pas të kontë. Tash shkoa jeme ka përfundu 60 vjetë, sa të moj edhe 5-6 vjetë, 10 vjetë mi mojtë, kus moj, të të bojnë fëmija që ka dorë. Unë i kom thonë, sa të jem unë e gjallë, tokën, një, me mashit nuk u të zakosh. Ku desune, bëri që ka dorë. E pas shumë operacioneve, Fazliu gëzon një shëndet të mirë edhe pse ecjen e bën me shumë vështërsi. Kjo është historia frymëzuese e fermerit dhe bujkut nga Istoku, Fazli Buleshku, edhe pse jeta përballi me incidentin, ai nuk e ka braktisur asnjëherë këtë veprimtari.